një person që është i martuar edhe që ka fëmijë, tjetër nivel të vetdijes, të ruajtjes së një pronës ka, edhe tjetër ka një student që i ka 18 vjetë. Nuk po them se unë vetë jam student, dhe vetë jam 18 vjeçar, edhe vetë kam banu me cimira. Por tash kur e llogaritit që jam i martuar dhe i kam 2 fëmijë, domethënë ideja për me rujt pronën e dikujt është, si më thonë, vetdia edhe që e ndjeshmëria për me rujt diçka është shumë e madhe se sa një 18 vjeçare. Arsyeja pse u ikën është se për shembull është prona e tij, prona është e shejtë. Edhe ideja është që kur e liron, për studenta mundësia për me u bë domi më i madh, më i shpejt është më e madhe, mund dëmtu diçka fizikisht. Mundësia për me pas gjumë deri në 2, 3, 4 natës është më e madhe. Këto janë disa prej arsyeve. Kontratat qoftë për nënshkrim të një banese me qira, qoftë për blerje, janë shumë të rëndësishme. Çka duhet kemi parasysh para se ta nënshkruajmë këtë kontratë? Ne si kompani nuk punojmë kur gjë pa nënshkrim, nuk punojmë kur gjë pa kontratë, nuk punojmë kur gjë nën tavolinë. Shumë, nuk e di, shumë pak, nuk e di 3, 4, 5 banesa i kemi me avokat, sepse me avokat i shesëm nëse njohim personalisht, dikon edhe njohim shumë mirë. E dim që mundësia për me bo diçka të jashtëligjshme është shumë e vogël, për ndryshe gjëja e parë që kërkojmë kur na ofrohet një pronë është a ka fletë poseduese, ose a shqitet me notar, nëse prona është e re. Kështu që kjo paka shumë e determinon edhe pjesën se kush punon me ty, çka bën anë këni. Tani një dallim i madh mes çmimesh është në qytetet